A do me pa diçka që a mirë, po, paguja. Me qka? Kërko falja. Ti kërko falja, ti qilim do pamje, ti mundësum do përjetime, ti grim në dëregje që dhush, ku ju më konë me ullon ma herët, si kom pak të sena të. Për mes kërkim faljes, jetë e mirë, së garantohet, jetë e mirë. Nga se mëkati është barë që qënë poshtë. E sa ma poshtë, pamje është ma e rësuar se kështë e ceka. Ndërsa kërkim falja, qënë naltë. Apo, sa ma naltë shë, se në të zatë, nuk e pas mundësimi e pa nga pozicioni që ka qenë para kërkim faljes e para pendimit. E përmallimi njerit për me pa diçka të mirë që e din që është e mirë, shkon të kushtu, apo. Ja pa në udhëtim, më nëzim pres me shku me pa, se më folë që është veni mirë. Edhe ata që në pendu në kanë folë që a din so mirë është. Për shembull namazi në këtë katë mund gjitë. A din këtë deregjet dhe ushmisë dhikër që shbohet, a dini? Ata në kanë folë që shtu. Qyshe kanë arritë, veç me fuqinë e kërkim faljes dhe këputjes së prangave të mëkatimit. Që kjo është jetë e mirë, që duhet me sinua dhe me përmallu në vazhdimsi vetën për këtë, edhe në Ramazan, edhe ashti, duke eliminuar të gjithë faktorët që e rëndojnë jetën dhe e vështirësojnë frimarjen në këtë dunjë.